Luan, ishte një aktivitet goxha i rëndësishëm, po të shihje pjesëmarrësit, sepse ishte kryeministri Rama, në mes qëndronte zonja Belinda Balluku dhe më pranë e ngarkuara me punë e Shtetet Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn, dhe çuditërisht gjatë aktivitetit kryeministri përmendi dhe Kinën si një aktor të interesuar për rajonin dhe një shprehje për përshtatshmërinë e deklaratave, thotë që litari nuk përmendet në shtëpinë e të varurit, po themi vjen përmendja e Kinës në një kohë pikpyetjesh të mëdha. Ka bërë çudit tek gazetarët, pam një, po themi, qëndrim përgjithsisht pa ndonjë ndjesi nga diplomatja amerikane, që në mungesë të një ambasadori është, po themi, niveli më i lartë. Është ngarkuara me punë, po. Është niveli më i lartë i përfaqësimit diplomatik. Një pjesë e opozitës e kanalizoi si një lloj shantazhi diplomatik deklaratën e kryeministrit, një pjesë tjetër e quajti një deklaratë normale.